Mirë se erdhët Bricja për të dashur në letra të fenjë. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Para se të filloj leximin, dua t'ju tregoj një zakon timin që çdo stin e kam bërë kështu që të seleksionoj, sikur filloj me një kapitull të ri çdo stin dhe jemi afër pranverës dhe pranvera nuk vjen vetëm për të luzuar, por dhe për të pastruar në një farë mënyre. Është koha të dashur Bricja për të heqim gjithçka që nuk na shërben më. Zakonet që na mbajnë në vend, marrëdhëniet që na lodhin, mendimet që na bëjnë të dyshojmë në vlerën tonë. Jo çdo gjë që kemi mbajtur të dashur Bricja për deri sot duhet ta marrim me vete më tej. Disa gjëra nuk janë kujtime, janë barr, janë pengesë. Pranvera apo çdo stin, çdo epokë, çdo kapitull që e rinovojmë në një farë mënyrë veten tonë, na kërkon të jemi të sinqert me veten. Çfarë po na ndalon të ecim para? Çfarë po e shtym nga frika që do gabojmë, s'do ja dalim? Çfarë po mbajmë vetëm nga zakoni që jemi mësuar? Tani është momenti të vendosim të them qëllime të qarta, jo për të dukur mirë para të tjerëve, por për të ndjerë në paqe me veten. Të dashur, Bricja për tregon një rinovim të vetes tënde, do ta thosha kështu. Tani unë thjesht në kokën time mbaj kështu, por është thjesht nëse dëshironi ta aplikoni dhe ju. Kemi në leximin e juaj Dieta të monedhës, Vajza e monedhës, Universi, Njeriu i varur dhe Karroca. Ku është Bricjapi tani? Jenë në një fazë stabiliteti dhe përgjegjësie. Shumë bukur, të dashur Bricjapër. Ke ndërtuar diçka konkrete, siguri familjare, punë, bazë materiale e kështu me radhë. Por bashkë me këtë vjen edhe pesha. Realiteti tregon që ke shumë për të ruajtur, prandaj lëviz me kujdes. Çfarë ju pengon, të dashur Bricjapër? Perfeksionizmi dhe ecja shumë ngadalë. Po për të jesh gati në çdo detaj përpara se të lëvizësh. Dhe kjo nuk bën. Kjo të bën të humbësh momentin apo momentum. Pengesa e vetme juaj është frika për të gabuar. Çfarë duhet të largoni, të dashur Bricjapër? Ideja që gjithçka duhet të mbyllet plotësisht përpara se të niset diçka e re. Por kërkon cikle të mbyllura perfekte dhe kjo të mban pezull. Jo çdo kapitull mbyllet bukur, të dashur Bricjapër, disa thjesht lihen pas. Apo duhet lënë pas. Çfarë duhet bërë ndryshe? Njeriu i varur, shikoni këtu, ndryshokën vështrimin, thot. Ndal pak, mos e shty me forcë. Shiko situatën nga një anë tjetër, edhe nëse kjo kërkon pak durim. Donjëherë përparimi vjen duke mos vepruar me njëherë, të dashur Bricjapër. Dhe ardhmja juaj është karroca, lëvizje fuqishme përpara, të dashur Bricjapër. Kur Bricjapi e ka qartësuar drejtimin, asgjë nuk e ndalon. Ky letër tregon kontroll të balancuar, vendim të fortë, sukses përmes fokusit. E ardhmja jote nis kur bashkon durimin dhe vendosmërinë, të dashur Bricjapër. Pra, rezultati juaj është kjo. Mesazhi çfarë duhet të largoni, apo në gjithë leximin e juaj thot pritjen për perfeksion, nevojën për që gjithçka të mbyllet bukur, frikën nga gabimi. E cilin njeri nuk gabon? Po se provuam, nuk do ta dim. Çfarë duhet të bëni? Ndryshim në këndvështrim. Pauzë, reflektim të vetëdijshëm. Veprim të fokusuar kur vjen momenti. Të gjitha këto tregon që ardhmja jote nuk ndërtohet duke u nxituar, por duke ditur sakt kur të ndalesh dhe kur të ecësh fort përpara. Bricjapër.